Ndërmarrja e parkingjet publike dhe gjelbrimi në Gostivar ka përmbyllur fazën e parë të aksionit për pastrimin e hapësirave të gjelbra nga mbeturinat hedhura në mënyrë të papërgjegjshme. Sipas njoftimit të ndërmarrjes, falë angazhimit të ekipeve në terren, një numër i madh sipërfaqesh të gjelbra janë pastruar dhe janë rikthyer në gjendje të rregullt. Megjithatë, theksohet se ruajtja e pastërtisë është përgjegjësi e përbashkët e institucioneve bashkë me çdo qytetar individualisht. Nga ndërmarrja u bën thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbeturina në hapësira të gjelbra, të përdorin shportat dhe kontenjerët e dedikuar dhe të kontribuojnë në mirëmbajtjen e mjedisit, duke nxitur edhe të tjerët të veprojnë njësoj. Sipas tyre, një qytet i pastër dhe i gjelbër ndërtohet jo vetëm përmes punës së institucioneve, por edhe përmes ndërgjegjësimit dhe kujdesit të qytetarëve. Në fund të apelit, ndërmarrja e parkingjet publike dhe gjelbrimi ju bën thirrje banorëve që ta ruajnë së bashku gjelbrimin e Gostivarit, duke theksuar se një mjedis i pastër është në të mirë të gjithë qytetarëve dhe një trashëgim i çmuar për brezat që do të vinë. Nga ndërmarrja, po ashtu njoftojnë se aktivitetet për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta po vazhdojnë me intensitet edhe në ditët në vijim. Ekipet janë të angazhuara në kositjen dhe rregullimin e brezave të gjelbër përgjatë rrugëve, me qëllim përmirësimin e dukshmërisë, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe krijimin e një ambienti më të pastër dhe më të rregullt. Nga parkingjet dhe gjelbrimi, falenderojnë qytetarët për mirëkuptimin dhe mbështetjen, duke theksuar se punimet do të vazhdojnë në terren në shërbim të interesit të përbashkët për një Gostivar më të pastër dhe më të gjelbër.